Këngëtarja e njohur Fifi ka folur pa filtra për raportin e saj me Flori Mumayezin, duke u ndalur te mungesa e tij e gjatë nga muzika dhe heshtja që e rrethon. Gjatë një interviste, e pyetur se çfarë po ndodh me Flori Mumayezin dhe botën e tij artistike, Fifi u shpreh se nuk ka asnjë informacion të sigurt për të. Unë nuk e di fare se çfarë bën Flori, as si është Flori. Kam pyetur, por përgjigjet që kam marrë s'më kanë pëlqyer, tha ajo, duke shtuar se pa folur vetë me të nuk i beson as gjëje që thuhet. Sipas Fifi, të rreth Florit qarkullojnë shumë fjalë që shpesh dalin të pavërteta. Thuhen shumë llafe dhe dalin të mos jenë të vërteta, u shpreh ajo gjatë bisedës. Në një nga momentet më emocionale të intervistës, Fifi i quajti Flori Mumayezin muzën time artistike përjetësisht, duke pranuar se mes tyre komunikimi është i ndërprer. I kam të bllokuara nga ai muret e komunikimit, nuk e di pse, por unë uroj shumë që ai të jetë mirë, tha këngëtarja. Fifi theksoi se urimi i saj shkon përtej muzikës, jo vetëm muzika. Ai si njeri lum ata që e kanë pas rastin me nejt me të, tha Fifi, duke e përshkruar Florin si një person dhënës. Artistja la të kuptohet se zhgënjimi mund të ketë ndikuar në tërheqjen e tij. Është i zhgënjur nga mosmarrja, prandaj është mbase në atë gjendje që është, u shpreh ajo duke shtuar një tjetër këndvështrim mbi heshtjen e gjatë të artistit. Rrëfimi i Fifit riktheu vëmendjen te Flori Mumayezi, një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, mungesa e të cilit vazhdon të ngjallë interes dhe pikpyetje te publiku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.